Bota tha, kur me. Po, ku është paqja? Shekulli 21, shekulli luftrave. Evropa, lindja mesme dhe gjithë bota janë futur në një epokë të re luftrash. Një shekull i ri, një rivalitet global, a do të ketë më paqe, apo po shkojmë drejt përplasjes. Lufta në Ukrainë vazhdon me shumë se 3 vjet dhe fundi nuk shihet askund. Rusia nuk dorëzohet. Ukraina qëndron në ndihmën e perëndimit, një konflikt i ngrirë apo një përshkallëzim i ri. Linja mesme digjet. Izraeli, Gaza, Irani, një konflikt i madh përndjes çdo muaj. Shtetet e Bashkuara kanë rritur planimin ushtarake. Rajoni është kthyer në një skemë të rrezikshme global. Nën presionin e presidentit Donald Trump, NATO po shndërrohet në një aleancë luftëtare. Buxhetet për mbrojtje janë rritur. Stërvitjet janë më të mëdha. Përgatitja për luftë është reale. Lufta moderne nuk bëhet vetëm me tank. Ajo zhvillohet në rrjet, në tregje, në mendjet e njerëzve, luftë hibride, pa kufi, pa rregulla. Bota është futur në një rivalitet të madh gjeopolitik. Në njërin anë, perëndimi demokratik. NATO, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian. Në anën tjetër, autokracitë. Rusia, Kina, Irani. Një përplasje që do të frymësoj shekullin 21. Ballkani ende pika më e rrezikshme. Kosova, Bosnia, Verill i Malizi, Rusia shfrytëzon çdo tension, çdo ndasi, çdo mundësi për destabilizim. Ky është shekulli i luftrave të reja. Paqja nuk është më e garantuar. Ajo ndërtohet në forcë, me mbrojtje të përbashkët, me aleancat e fortë. Nëse ne nuk e kuptojmë këtë, historia do të përsëritet dhe ajo gjithmonë si tragjedi.